të njëjtën kohë në një linjë të drejtë për drejtë kemi edhe psikologun Ron Kastrati. Ron, faleminderit shumë. Faleminderit juve, përshëndetje për panelistët. Faleminderit shumë. Ron, tregom si ndikon kjo e gjitha në aspektin psiqik të gjithë secilit njeri që ndoshta edhe i beson, por edhe ballafaqohet ko pas kohë me këso lloj bestytnish apo edhe fjalësh. Faleminderit atëherë. Kërkoj nga ju ta kemi një hapësirë të caktuar të minutarit, sepse ne këtu edhe do të bëjmë debat, nuk do diskutojmë njëri pas tjetrit apo jo. Ajo çfarë kam kuptuar gjatë gjithë përvojës time me njerëz, kam kuptuar që nuk është frika më e madhe e keqja, por edhe frika nga e panjohura, nga ajo e panjohur që ne nuk mund ta shpjegojmë dot. Dhe kur nuk e shpjegojmë dot, atë boshllëkun e jo shpjegimit e plotson imagjinata. E imagjinata çfarë bën? Merr gjëra nga fëmiria jonë, nga ato mendimet magjike të cilat i kemi pasur qysh në fëmijëri. Por është edhe efekti nocebo, që dua ta theksoj përballë jush, që televizionistët të jenë të informuar për efektin nocebo. Nëse një person bindet se diçka e dëmshme mund të ndodhi, ose mund të përjetojë ndonjë simptom si ankthi ose ndonjë fatkeqësi, sigurisht që përjeton atëherë simptoma të tilla sepse krijohet vetbindja psikologjike dhe këto mund t'i somatizoj. I gjithë problemi është tek mendja e cila kombinohet mes shumë faktorëve. Por kam një pyetje shumë specifike për teologun i cili tha saktësisht çështjen e 40 ditëshit ku një besimtari nuk i pranohet lutja nëse shkon tek një fallxhor. Dhe meqense ne psikologët eksperimentojmë me mendime dhe unë jam i tillë nga natyra që eksploroj vazhdimisht. Por çka nëse unë shkoj tek fallxhori dhe shkoj ta zbuloj atë që po manipulon. Dhe si e zbuloj atë? Thjesht trilloj një histori dhe e dëgjoj me vëmendje, unë thjesht kam trilluar një histori. E dëgjoj me vëmendje se çfarë po flet, interpreton historinë time të trilluar, ai ose ajo duke menduar që historia ime është reale, dhe në fund nxjerr konstatimet e rreme, absurde, dhe çfarë mua më ndodh si besimtar. Cili është 40 ditë im pastaj, nëse unë zhvesh nga petku i mashtrimit, atë fallxhor i cili thjesht komenton gjëra të përgënjeshtruara ose gjysmë të vërteta që janë gënjeshtra më të mëdha. Dhe në anën tjetër, që ta saksojmë, ne dim që besimet magjike lidhen me mendimin magjik, që është një mënyrë e hershme e të menduarit, e që është karakteristik për fëmijërinë. Por që nga një këndvështrim shumë të thellë, unë mendoj që besimi në magji nuk interpretohet as në besytni si provë e vërtet mbi natyrore, por si një mënyrë, një mekanizëm mbrojtës kur personi ndihet i pafuqishëm, atëherë çfarë bën psikologjikisht e projekton atë diku tjetër. Thjesht e obsesionon mendimin e tij duke ndier frikë dhe ankth të tmerruar se diçka e keqe mund t'i ndodhi. Zonja sociologe sapo tha më parë ndëgjova në mendje, tha që mësyshi ekziston apo jo, nëse nuk jam gabim, dua ta citoj. Mësyshi apo mësyshi, syri keq. Unë nuk mendoj që ne njerëzit kemi sy të këqij që mund transmetojmë energji ose ta dëmtojmë tjetrin nëse e shikojmë ose e perceptojmë, analizojmë. As mësyshi nuk ekziston. E di se çfarë mësyshi? Thjesht një iluzion ku individi rëmbehet në ato momente dhe nëse ka qenë i predispozuar me ankth, atëherë me simptoma të një ankthi specifik që lidhet me ndjenjen e humbjes ose ndjenjen e nevojës për të qenë i kontrolluar dhe në anën tjetër zhytet në mendime magjike apo mendime iracionale të parësyshme që kanë të bëjnë me mësyshin dhe gjëra tjera që fatkeqësisht i kemi trashëguar nga traditat e të parët tanë që i kanë Ron, kemi një përgjigje nga Ambera. Ron, ta e dim që në kontekstin fetar mësyshe dhe syni keq ekziston. Nëse s'gaboj edhe profetin e kanë kap. Me respekt për zotin Ronën. Është fushë fetare, kështu që ju keni mendimin tuaj, por edhe shkenca ka vërtetuar se nga xhelozia njeriu përdor metoda të ndryshme. Si e ka zbuluar? Po për ta dëmtuar palën tjetër. Po si e ka zbuluar? Duhet ma thoni më ndihmoni ju lutem. Kemi kapitulla të veçanta në Kur'an që
cilat kanë zbrit pikërisht për xhelozin dhe për mësyshin. Mësyshi faktikisht vjen nga xhelozia, që xhelozon atë person ose atë fëmijë apo qoftë edhe i rritur, dhe me atë formën e tij, me ato gjestet e tia, sidomos ka të disa që kanë një bioenergji më e fuqishme, dhe e godet kanë idole jashtë shkencës. Shiko, edhe politikanët e mëdhenj, gjithmonë kur kanë dashur ta mposhtin atë kundërshtarin e vet, e kanë shikuar te ne thënë lul syrit, edhe i kanë ngul syrit derisa e kanë poshtë. Është një metodë kjo është metodë dhe faktikisht e pranon edhe shkenca, se mësyshi është diçka që bëhet nëpërmjet shikimeve të ashpra dhe shikimeve që një farë forme, sikur magjistarët që përdoren metoda të ndryshme për t'i mashtruar të tjerët. Zoti teolog, i dashur. Dhe për t'ja deformuar apo për t'ja deformuar të pamurit. Ti shikon diçka sikur që ke David Copperfieldin për shembull. Ai kalonte nëpër murin kinez deri te ana tjetër. Nuk ka mundësi ajo. Do thotë bën ato gjithë ato. O miki David, ka mundësi lutem. Magjia, lutem, zoti Roni. Edhe magjia është një shkollë e cila mësohet sikur çish kemi mësuar nëpër shkolla, sikur profesionisti një inxhinier që mëson për inxhinieri, një ashtu edhe magjistarët e mëdhej po flasim, kanë shkollat e veçanta ku në to ndiqen metoda të veçanta për të arritur deri te magjia për t'ja ndryshuar të pamurit, jo të pamurit, po pamjen, do thotë gjitha ato mashtrime, sepse është shkollë e mashtrimeve faktikisht. Mirë, po ekziston si shkollë, jo si fuqi, sepse fuqia mbetet te Zoti. Zoti është ai i cili sjell dobin, dhe nëse njeriu e kërkon dëmin, gjithashtu Zoti e ndeshkon me. Moderatorë dashur, a mund të ndëroj lutem 1 minutë? Do thotë, nëse ne largohemi nga këto, atë ne largohemi nga të vërtetat që kanë ndodhur, dhe siç e tha dhe Ambra, është diçka që është e cekë në librin e ka ndodhur magjia për shembull. Magjia është shkollë e veçantë. Kalojmë edhe Ronin të përgjigjet, po Roni? Të lutem, e kuptoj, ju respektoj skajshmërisht panelistë të dashur, por kemi kufizime teknike sepse unë po flas nga larg dhe ju jeni aty fizikisht prezent. Kërkojmë që t'ja ngrisin pak zërin në studio Roni Tregjia. Po edhe një tjetër, që ta saksojmë sepse teologu e shpjegoi shumë mirë, por nuk më përgjigj pyetjes time për 40 ditëshin. Kur thash që ne mund ta zhveshim nga petku i mashtrimit një fallxhor, dhe unë thash çfarë ndodh me besimtarin në 40 ditëshin tjetër, pastaj nëse e zbulon një mashtrim. Meqense një besimtar shkon te një fallxhor dhe kërkon parashikimin e tij dhe nuk po i numërohen lutjet rreth 40 ditë të plota, atëherë çfarë ndodh me një besimtar tjetër që është psikolog? Pra, si puna ime, sepse unë jam besimtar, besoj në Kryus dhe shkoj. Nëse shkon tek një fallture, domethënë që ta zbulosh mashtrimin, ju thatë se 40 ditë më pas nuk pranohen lutjet. Çfarë ndodh në këtë rast? Po dyshon që Allah nuk e din qëllimin tonë për çka shku te ajo? Jo, Rani, këtu do sa jo. Na e dim që Zoti vlerëson veprat sipas qëllimit, kështu që ti nëse don me shku me demaskuni falltore lirisht i lirje, këto e ke edhe prej meje se Zoti ta din qëllimin shumë aktuar se sa njerëz. Faleminderit shumë për thjesht të pyeta teologun. Nëse policia vendos, prokuroria vendos që ta ndjek procedurën e një magjistari dhe fut përveç kamerave të fsheta, gjithashtu edhe fut njerëz nga policë, faktikisht ata janë antarë të policisë hulumtuese, policia hetimore faktikisht. Nuk do të thotë se ata duhet ta shoqërojnë një kohë sikur të antidroga. Duhet futet në mretin e grupit të atyre që merren me drogë, përderisa ta zbuloj atë kapën kryesor. Një ashtu edhe te magjia, ti futesh te magjisari, edhe dal nga dal edhe shoqërohesh, edhe pin kafe, rrin me to. Nuk është qëllimi i pejgamberit, i dërguarit të Zotit. Qëllimi i dërguarit të Zotit është kur ti shkon për ta marrë një mendim lidhur me një çështje. Për shembull, unë kam ca miq cilët kanë mbet pa martu. Edhe më thënë, dikush më ka po magji, s'po mund të martohem. Po jo marrë, ke po magji vetes. Se nuk e ke kushtu kujdes kësaj pune dhe ke mbet në aty. A bon me shku te filoni, se ai po thënë që ti qel rrugët aty, Jo, nuk bon të shkosh.
duhet të shkosh kthehesh te Zoti yt, te krijuesi yt, ta qetësosh veten, edhe ta kupton se faktikisht edhe teoria e relativitetit, që është e zbuluar te muslimanët e Spanjës, është bazuar në besim, sepse vetëm Zoti është i kompletuar dhe është absolut, ndërsa ne jemi të gjithë me tmeta, kështu që ti kur ta pranosh palën tjetër që është me tmeta, t'ja pranosh tmetat para se t'ja pranosh ato virtytet e larta, atëherë ti e pranon për bashkëshorte ose për bashkëshort. Mbaret çfarë gjinie, domethënë, nëse është femër, e pranon për bashkëshort sepse e din se përdesa unë nuk jam perfekt, atëherë as bashkëshorta nuk mund të jetë perfekte. Këto gjona. Po jo, vetëm se do thot tek shkurja tek fallxhiu, mbas të hadithit pejgamberit, do thot është e ndaluar rreptësisht për të marrë mendimin e tyre lidhur me një çështje. Për fatin tonë apo ne këtu po diskutojmë në rrafshin shkencor dhe ndjes shumë, por unë këtu nuk jam kyçur për ligjërata, se këto ligjërata i dëgjoj çdo të premte në xhuman që e ndjek. Por tani, po, vetëm një gjë. Ti u shqetësove për 40 ditë e tua çka ndodh nëse shkon te psikolte falltore. Mos ndërhyj sepse nuk u shqetësova, por bëra pyetje analitike. Nuk po mund t'i dalloj fjalët që po flet, a di se po ushton, është një farë. Jo, po vetëm normal sigurisht që kur interferoni nuk më kuptoni se po interferoni, ju lutem. E shoh se kemi të bëjmë edhe ti edhe unë edhe Ambra kemi të bëjmë me një temë edhe bashkë me. Jo, po interferojmë. A mund ta përfundoj të lutem me shumë edukat, po ju lutem. Mundësisht. Për mësyshën e keq, është një shpjegim shkencor që duhet ta kuptojnë televizionistët tanë. Sepse kjo i shërben që të qetësohen, sepse nuk kam sysh të keq. Cili është ky shpjegim? Është iluzioni i shkakësisë. Çka do të thotë iluzion të shkakësisë, që ta kuptojmë, apo iluzioni shkakor? Është një prirje për të lidhur dy ngjarje që ndodhin afër njëra tjetrës, edhe kur nuk kanë lidhje shkak pasojë. Pra është një prirje iluzive ku ne i lidhin dy ngjarje njëra tjetrës, edhe nuk kanë lidhje shkak pasojë. Në ato momente, pra është një element sinkroniciteti. Pra, sa më i lexuar, i informuar në kuptimin e gjë racional aq më i përgatitur je që ti përballosh këto sfida dhe këto ideacione deluzive kudo rreth mësysht të keq dhe magjive. Pra, ky është qëndrimi im, sepse këtë e mbështet shkenca empirike dhe jo parapsikologjia ose jo shkenca ose ndonjë çështje tjetër. Ron, a bën një pyetje me ta bë? Po, urdhëro. Në rast se ti vjen një njeri për mu konsultu në lidhje me seancat psikologjike. A ki ti kapacitet për shembull me vrejt që ai mundet me pas cytje të shejtanit, që i thojmë na, domethënë, ngacmime ose mësi. A ki ti kapacitet me jap këshilla që me bën këtë rast? Unë nuk jam mjek popullor apo teolog ose individ që merrem me këto sekte dhe me këto praktika. Unë ndjek një parim pragmatik të punës dhe sigurisht që ndjek një procedurë të përcaktuar psikologjike për ta kuptuar. Njëjtë vepron hoxha kur e vren që pacienti ose personi që shkon te ai edhe i thot kam probleme psiqike, nëse e vren që ka ankth, po she ëndrat këqija thot ti je për psikolog. Nuk je për mua. Po pikërisht që ta po e kam. Nuk ka cytje shejtanit. Cili shejtan po flet? Cili shejtan po flet, më fali. Sa shejtan e keni bo shumë të famshëm. A e kupton? Ka ne kena bu të famshëm. Po flisni cytjet e shejtanit që u bë shumë i famshëm ky shejtani. Po ai e ka famën e vet pa ja jap na hiç, se ja ka jap Zoti në fillim tash. Që kjo është ideja. As nuk e besoj dhe për mua është inekzistent. E kupton? Nuk mundu me ngrit zonin edhe unë edhe ti, ose ndëgjom ose po të ndëgjoj dhe po dorëzohem. Nuk ka debat tjetër. Okej. Po dëgjoj. E kisha tash veç një pyetje tjetër. Në momentin që ti e determinon që vjen një pacient dhe nuk e din sakt a ka ankth, a ka mësysh, a ka shqetësime prej mësyshit, a prej synit keq, edhe ti e determinon që kjo është me mësysh. Ti i thu ki me shku te hoxha se unë nuk kam qa me të bo. A ndodhë kjo rasisht ndajherë të te? Sepse unë ndjek një procedurë referimi, sepse në qoftë se kuptoj se gjendja është psikiatrike, ose kërkon një intervenim
multiprofesional, sigurisht që e referoj të instanca tjera përkatëse për ta bërë një vlerësim të detajuar psikologjik. Kur e identifikon ti që s'ka të bëj me ankth, s'ka të bëj me mësysh, çysh vepron? M'fal, a dëshiron të përgjigjem siç do ti apo siç dua unë? Ta bëj një Veç përgjigjem në mënyrë profesionale, jo me dëshira apo në mënyrë profesionale. Si e vlerëson ti që unë po përgjigjem në mënyrë jo profesionale ose profesionale? Me cilat kredenciale, m'fal. Po të dëgjojmë. Shiko, tutëm shumë. Unë ripërsëris. Ne kemi qëndrime dhe bindjet tona, prandaj jetojmë në demokraci. Gjithmonë respektoj dhe kam respektuar bindjet, opinionet dhe besimet e tjetrit. Unë nuk thash që nuk jam besimtar, thash ndjek një ritual të caktuar dhe jam i besimit musliman dhe besoj në krijuesin fuqiplot. Ky është konstatimi im publik. Ktu mbaroj. Por që këto ideacione që vijnë për qark, gjindët, demonët, djalli aty, djalli këtu, hypi, erdhi, shkoi, këto për mua janë thjesht iluzione që duhet të përpunohen në nivelin e thellë psikologjik. Besimi yt është gjithësmak se ti e ki një kaptin të tonë që Zoti flet për e gjendën në Kur'an. Ti po e vlerëson besimin tim pra. Ti po vije si ndërmjetësuese këtu dhe po e vlerëson besimin tim. Unë jam besimtar musliman, e ki kaptinën e plot në Kur'an që flet për shejtanat, flet për e gjendë. Është kaptinë e plot në Kur'an. Ajo sura. Atëre besimi, nëse ti se beson Kur'anin të kompletuar, i bën që është besim gjithësmak. Ajo dekodohet ndryshe, thellohu më shumë, mos i merr gjërat në Kur'an ashtu siç janë, por deshifroj. A ekziston sipas teje mësyshi apo jo? Po, është diçka që ka prek profetin. Se po unë nuk thjo me thirrën e zakonisht me fol për fet, po ti tash detyrimisht kur thirrësh për një temë lexon. E kam prek edhe profetin. Tjetër që është që fuqia e besimit te ti ka qenë shumë e madhe, ka rënë ndikim po nuk është dorëzuar asnjëherë, me ekzistojnë për shkak se Zoti në Kur'an i shpjegon shumë mirë. Edhe nuk mundum na me dal për të çasaj që ka jap Zoti shpjegime. Rën shumë shkurt sepse duhet ta përfundojmë. Unë shikoni, unë jam majtak, jam nëngjerash. Kam lindur pra i tillë. Thjesht shkruaj me dorën e majt, ha me dorën e majt, sigurisht e përdor edhe djallën, por dora e majt e përdor më së shumë se jam majtak. Tani si komentohet kjo? A mund të ma thoni? Okej, po. Roni ka një problem se Roni nuk beson një pjesë të asaj që duhet patjetër ta besojmë, nëse besojmë që kemi shpirt, nëse besojmë që ekziston shpirti në trupin tonë, edhe besojmë që kemi mendje, sepse nuk i shohim, edhe ka shumë, dhe thotë, që flet, të gjitha këto flasin për fuqinë e Zotit, ne jemi të detyruar të besojmë shumë gjëra, cilat nuk do të arrijmë kurrë t'i kapim me shqisat tona, sepse shqisat tona janë të kufizuara, edhe si njeri jemi të kufizuara, edhe në mendim, mirë po jemi të thirrur që ta besojmë çdo gjë që është thënë në librin e shenjtë të Zotit fuqiplot. Libri i shenjtë, i cili përfshin edhe një pjesë të librave të mëhershëm të shenjtë që kanë qenë për një periudhë kohore të kufizuar, e që vjen libri i shenjtë i fundit, që është Kur'ani, është fjala e Zotit, aty thirret njeriu që të thellohet në mendime dhe të bazohet në baza shkencore kur kemi të bëjmë me shkencën e veçantë. Po kur kemi të bëjmë me diçka që Zoti thotë kështu është, ne nuk kemi të drejtë të diskutojmë lidhur me atë. Është surët 2 kaptinat e fundit Kur'anit kanë të bëjnë me xhelozin edhe me mësyshin. Gjithashtu surja Gjin është kaptin e veçantë që flet për krijesat që ne nuk i shohim, ata na shohin dhe në veprime. Nëse njeriu futet në bashkëpunim me to, ai kalon në një gjendje jo normale. Sepse janë krijesa shumë të ne inshallah kur si shohim, po janë krijesa të tmerrshme për natyrën tonë. Natyra jonë nuk e kupton. Mirë, po Zoti na mëson se ekzistojnë. Dhe një pjesë e tyre janë idhtar të djallit, një pjesë të tyre janë besimtar sinqert sikur ne njerëzit. Prof, i kemi reklamat, shkojmë me një blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi më pas. Ishim duke biseduar sa i përket magjisë, mësyshit, e gjitha këtu në magazinën Bonbon. Unë dua që ta marr një mendim të Ronit, sepse e patëm të fundin të inkuadruar në bisedë. Ron, sipas teje, magjit, mësyshët nuk ekzistojnë, apo jo? Unë për një gjë jam i lumtur në jetën time, kur kam shpjetuar shumë libra fetar religjios, sigurisht që libri më preferencial
mbetet Kurani famlart për dy arsye. E para, stimulohet dia, pra në Kuran nuk kufizohet dia, nuk thot kryesi ndaloni se lexuari, por furnizoni me një uri. Dhe së dyti është që në Kuran ka ajete të stërmbushura shkencore që sot shkenca po i fakton. Dhe në anën tjetër, sa i përket magjive, në Kuran, sipas analizës time, kanë kuptuar që magji, besqytnit, mësyshet dhe çdo gjë tjetër që i takon kategorisë sferës padukshme ose paranormale lidhet ngusisht me këto procese misterioze, që ne i quajmë fakt misterioze, po që akoma mbesin pik studimi në organin më kompleks njerëzor që ne e quajmë tru. Pra, ka aty edhe ajete dhe paragrafe, ja supozojmë një ajet të nuk më kujtohet sakt me emër, po t'ju heqim ne perdet e syrit, ju do të merroni që keni përjedh jush. Qa do të thotë kjo sipas meje si një mini shkencëtar që jam, si akoma jam një shkencëtar i vogël. Kjo sipas opinionit tim është kështu. Në qoftë se ju heqim perdet e syrit, ju do të merroni përjedh jush, kjo do të thotë që syri është një organ kompleks, por nëse arrin në nivelin perfeksional si organ, atëherë mund shoh gjëra që i takojnë dimensioneve të ndryshme kuantike apo neurokuantike që akoma truji nuk i percepton sepse e ka të kufizuar shqisën e të pamurit. Kështu i shoh gjërat në nivelin shkencor, por dhe hipotetik, që mbase më vonë shkenca mund t'i saktësoj apo t'i konstatoj. Pra, unë jam besimtar, e respektoj bindjen dhe qëndrimet e tjetrit, por jo t'ju besoj gjërave ku turu ashtu siç janë. Mësysht të bën keq, të gjuan energji dhe ti ngel i bllokuar. Këto për mua nuk janë. Uroj të mos vija asnjë njeri me ushëru të ti që ka probleme me mësyshin. Dhe jo, unë uroj që ti mos ballafaqohesh e mos gabon me art e unë me të ndihmue tani. Po e dyta po tregoj diçka. Në Kur'an, mas i përflet për Kur'anit, lutem, vetëm pak, unë dëgjova, një moment. Apo kërkoni vetëm sulmoni mua, se kuptova. Tash dëgjoni ju. Kur'ani syrin si organ i trupit njeriut e dallon nga shqisa e të pamurit, nga të pamurit. Për shembull, ti ke fillim të Kur'anit. Për shembull, Zoti thot, ata nuk shohin. Kënd nuk shohin. Ata shohin gjërat e thjeshta, por nuk i shohin argumentet e Zotit. Nuk janë gjendje, sepse baza, piknisja është e gabuar, ai nuk është besimtar. Dhe gjërat e bukura ai nuk i sheh, ai sheh vetëm gjërat e këqija. Dhe ai është një njeri, për shembull, kalon në një njeri i cili dëshon vetëm nxjerr energji negative për t'i dëmtuar të tjerët. Dhe forma e dëmtimit është në shumë forma. Po suret El Falaq dhe suret An-Nas janë dy kaptinat e fundit të Kur'anit, që është suret Nas është e fundit, kret e fundit, dhe para fundit është Falaq. Këto dy sure kanë zbritur apostafat special për ta mbrojt besimtarin. Po edhe një gjë po tregoj, se besimtari i devotshëm, i cili e kupton se fshehtësia është e Zotit, e kupton se faktikisht e beson bindshëm, pa kurfar luhatshmëri, se është krijuesi madh i plot, ai i cili i kontrollon gjërat mbi të gjitha, ai e beson Zotin dhe kurrëherë nuk preket nga këto gjërat e djallit, sepse djalli nuk ka mundësi që të kontaktojë me ta. Sa i përket djallit është një bisedë e veçantë. Është një temë shumë e gjerë kjo, unë duhet që ta ndërpres sepse kemi kohën e kufizuar televizive. Ron, faleminderit shumë. Uroj që në një të ardhme të kemi këtu në studio, e të flasim kështu ballë për ballë më mirë. Faleminderit Ambera, faleminderit profesor shumë. Faleminderit për ju, ishte kënaqësi për ne, për mua në veçantë. Edhe besoj që populli ynë shumë shpejt do të largohet nga këto besëtni, edhe përkundër asaj se ka një pjesë e ignorancës që ka kapluar. Dhe po shohim se edhe falltorët po kanë punë mjaft. Faleminderit shumë. Shpresoj që në të ardhmen vetëm Roni të ketë punë, edhe Ambrea këta dy të kenë punë me aspektin sociologjik dhe psikologjik. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve.